Me qenë se dhe vetë ne kemi qenë pjesë e grupit punus dhe pajtohë me krejt atë që potencioj vullneti, pra krejt strategjia e, do më thënë, ati dokumenti, strategjia kombëtare kundër korrupsionit, që është një dokument vital dhe që faktikisht e bën atë rrugtimin edhe krejt ambicjen e qeverisë Kosovës për luftimin e korrupsionit, ka dalë tjetë një dokument i cili pikës pari ka mungu tërësisht qasja serioze e qeverisë Kosovës raport me përfundimin, dhe finalizimin, sepse kemi pas problem, pra e kemi pa vetë në grupë punus që ka pas tërësisht munges të seriozitetit në atë aspekt, të finalizohet ai dokument, e lemë, do më thënë, që të vijet edhe të votohet edhe të, pra, ka pas një munges seriozitetin nga ana qeverisë në këtë aspekt, edhe pse pra është premtuar që korrupsioni do të jetë top prioriteti i qeverisë tashmë në detyrë. Pra vetë fakti që nuk është arrit me mu finalizu pra dokumenti më i rëndësishëm, më vital në fushën e sundimit të pra antikorrupsionit, kjo tregon shumë për qasjen që e ka përcjell këtë qeveri pra në fushën e antikorrupsionit këto 4 vite. Edhe pastaj çështja tjetër është që kemi pas zyrtar, do të thënë qeveritar, të cilët kanë pas akt akuza prej prokurorisë në raport qoftë me mosdeklarimin e pasurisë, që është një mekanizëm jashtëzakonisht i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit, edhe një ashtu me keqpërdorimin e detyrës zyrtare. Pra, del tjetë që gjatë rrugës sigurisht që ka ndryshu çështjet edhe synimet e qeverisë, po mbi gjitha ajo që ka për mua dhe është jashtëzakonisht pra jo serioze, edhe ajo që ka i ka mungu faktikisht kësaj qeverie, ka qenë pra fakti që ne nuk kemi arritur me pas një dokument serioz, mbi gjitha një punë, një grupi që pra ne si shoqëri civile gjithmonë kemi japur pra në grupin punus pjesën tonë, kontributin tonë në raport në finalizimin e këtij dokumenti, që pra pas 4 viteve nuk e kemi. Pra është një mungesë totale e seriozitetit edhe e qasjes së qeverisë në këtë fushë. Zoti Shala, ju keni publikuar edhe disa analiza që i referohen drafteve të kësaj strategjie, të cilat kanë qenë duke u punuar, e në bazë të cilave gjetjet thonë se ka pas tendenca të ndërhyrjes në pushtetet e tjera. Që ka pas synim krejt kjo punë që është bërë strategjisë, e cila nuk arriti kur që të miratohet? Po tash, për shembull, nëse shohim tash si proces, është kohë e gjatë që po flasim për strategjinë. Për shembull, do thotë ligji ka hyrë në fuqinë në gosht të vitit 2022, që obligon qeverinë e Republikës së Kosovës me miratu strategjinë. Në shkurt të vitit 2023 është themelu grupi punus që ka pas për obligim me e kry deri më në dhjetor të vitit 2023. Tash jemi në dhjetor të vitit 2025. Dhe qeveria e Republikës së Kosovës asnjëherë nuk ka arrit me miratu këtë dokument. Kjo qasje do thot, flet tregon edhe diçka tjetër, se qeveria vetë nuk e ka pas të qartë se cila do t'jetë strategjia e saj në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Kjo është çështja e parë. E dyta, do thot procesi se si ka shkuar e përmend edhe Vullneti, qartë si mundim me thonë, që të paktën në draftën e parë ka pasur një tendencë të hapur për kontrabandimin e një drafti skandaloz. Do thotë kemi shkuar në takim dhe na është dhënë dokumenti aty për aty, që nuk ishte edhe kopje të mjaftueshme, që detyrueshim do thotë njëjtën kopje me lexu 2 persona, dhe po a keni komente sot, në kuptimin që thuhet po e kemi mbajtur me të gjithë aktorët, nuk kemi pas komente të tjerë, fatmirësisht do thotë reaguam dhe po për shkak se shkelet dhe problemet ishin të hapura. Shkelet do thotë dhe problemet ishin aq të hapura, saqë njëra prej çështjeve do thotë më të diskutueshme, do thotë ka qenë diçka totalisht e papranueshme. Ka qenë që në një farë forme gjykata kushtetuese me qenë një institucion mbikëqëri si KXK-s dhe i KPK-s. Përderisa gjykata kushtetuese përpos që ka natyrë tjetër, juridikcion tjetër e tjerë, rregullohen në 2 kapituj të ndarë të Kushtetutës të Republikës Kosovës. Më pastaj e patëm një draft tjetër që realisht nuk e skanon të gjendjen
aktuale, nuk i skanonte problemet aktuale cilat i kishte. Dhe fushat kryesore të korrupsionit do thotë nuk i trajtonte fare, trajtonte çështje që s'kan të bëjnë me korrupsionin e tjerë, dhe sot jemi në një fazë që qeveria e ka përfunduar mandatin, i ka bërë disa muaj që është në detyrë mirë, por që asnjëherë nuk ka pasur një strategji kombëtare kundër korrupsionit, që po e ritheksoj, u përmend edhe më herët, ka qenë premtimi bazë me të cilën ka ardhur në pushtet, mirë po të paktën duhet me potencu, është vërtet thjesht obligim ligjor me miratu një strategji kundër korrupsionit. Qose definitivisht ka qenë ende pa kuptueshme për neve, që nuk e di çka ka pas problem dhe çka ka pas kaq sfidë që me u miratu një strategji kundër korrupsionit. Zoti Kabashi, ju do të publikoni një raport ku vetë titulli i raportit flet për anulimet e tenderëve si një nga format më të heshtura të keqpërdorimit të prokurimit publik. Sa i përhapur është ky fenomen dhe pse konsiderohet ndër format më të vështira për tu identifikuar nga publiku dhe institucionet mbikëqyrëse? Gjatë monitorimit të vazhdueshëm që e kemi pas ndaj zbatimit të planifikimeve të prokurimit, vazhdimisht kemi evidentuar që shumë autoritete kontraktuese nuk po arrin që të iniciojnë, që të nënshkruajnë kontrata për të gjitha aktivitetet të cilat i kanë planifikuar. Nga diskutimet që i kemi pas si me komunat, si me institucionet e nivelit qendror, vazhdimisht janë arsyetuar që për arsye të ndryshme po obligohen që kontratat me i anulu. Dhe në kësaj ne kemi fillu me analizu dukurinë e anulimeve qysh para 2 viteve, në atë kohë as institucioni i Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik nuk e ka pas në fokus monitorimin e anulimeve, që nga ajo kohë ne mirremi me këtë fenomen, por kësaj radhe në këtë javë kundër korrupsionit kemi vendosur që ta publikojmë edhe një raport që i kushtohet pikërisht anulimeve. Anulimet parashien, pra i sheh edhe ligji i prokurimit publik, kur rastet apo aktivitetet e prokurimit mund të anulohen, megjithatë ne e kemi pasur që në shumë raste vetë autoritetet kontraktuese janë ato, si më thon, shkaktari kryesor që i krijon rrethonat që me u anulu një aktivitet i prokurimit. Ne në këtë raport kemi mbledhur të dhëna në aspektin statistikor për 3 vitet e fundit, pra nga viti 2023 deri në vitin 2025 për të gjitha autoritetet kontraktuese, dhe shohim që është një numër jashtëzakonisht i madh i aktiviteteve të prokurimit të cilat janë iniciuar e më pas janë anulu. Kjo padyshim që përbën kosto të lartë administrative për të gjithë stafin zyrtarët e angazhuar të prokurimit, por bën kosto gjithashtu edhe për operatorët e ndryshëm ekonomik të cilët kanë paraqit ofertat e tyre më pas dalin të zhgënjyen nga një proces i prokurimit, i cili mund të anulohet, po themi, padrejtësisht, pra nga autoritetet kontraktuese.